As pa kanë që marrë njerëzit sada. Pse adhurojnë gurën drurin sada njerëzit për me tej? Pse adhurojnë lopën? Pse adhurojnë kryqin? Pse adhurojnë vorrin? Pse adhurojnë idhuj, statuja? Pse adhurojnë? Farë të formë qofshin ato? Me gjithë përparimin ka të madh të hofshëm të shkencës të glëzisë. A shepse çështja e fesë është çështje e brendshëm shpirtit. Njerëzit e dijes, shkencës, mundohen me justifiku, me thonë kohët vjetra njerëzit kanë pas qa më kapel, qa me bëve, i kanë mashtruar me feje, me sene, me njerëzit e hajtë besa atë, besa këtë dhe kanë besuar. Dhe se rjedhoj ka dherë të përhapja e fesë. E mirë sëtë, e sëtë qasë. As pa kanë që marrë njerëzit sada. Pse adhurojnë gurën drurin sada njerëzit për me tej? Pse adhurojnë lopën? Pse adhurojnë kryqin? Pse adhurojnë vorrin? Pse adhurojnë kënd të figura, ikona, skulptura, idhuj, statuja? Pse adhurojnë? Farë të formë qofshin ato? Pse adhurojnë njerëzit sada, pra? Me gjithë përparimin ka të madh të hofshëm të shkencës të glëzisë. Pse adhurojnë njerëzit? A shepse çështja e fesë është çështje e brendshme shpirtit, ku pavarësisht arritërave shkencore, pavarësisht pasurisë që ka njeriu, pavarësisht postës që ka njeriu, pavarësisht fuqisë e tij që ka nga ana e tij fizike apo nga ana ushtarake, pushtete të tjera fuqi, pavarësisht qarë, s'ka, pa ja lip shpirti i tij dikon më kap. Por prap, pse më kap në sende kaq të ulta të pa kuptim ta? A është në pyetje që kam rri fjala e Zotit në vend? E s'kam dëgju për këtë Koran dhe madhështinë i këtij Korani, sikurse këto ajete dhe të tjera? Apo kam dëgjuar, por është shtërmbruar e vërteta? Dhe është përcjellur në formë të kundërt të realitetit, të shëmtuar, pamje të shëmtuar. Apo u ka heshuar shejtani dhe vazhdon të ahjeshtoj zbukurej, siç u ahjeshtoi zbukurej popullit të Nuhit alayhi salam, diku atje para 6.000 viteve nga tani. Aty na zbukurej ata 5 zotat e tyre që i kishin bërë në formë të skulpturave, vazhdoj të azbukërej gojën e Ibrahimit alayhi salam, që baba e vetë i gdhante mërë të dru, dhe ishte skulptor, mjeshtë, tak, i qëtën pazar, e thëtë Ibrahim, dhe djali jam shqit ishta zota. Kuni me shqit, njerëzve, qa vinë këta? Ja, bjera, po të në zota. Pra baba, njeri, pa marën zota, pjep gjallit vetë, meri bira, qëtën pazar. Ibrahim i thashtë atyne, a do në kosh me blenë një zëtë që s'ka hajra së shapi tina, a do kosh me blenë dishka që s'ka dobi për tina, dhe kërë kush si blenë te, dhe këthën të shpia, qa bo në birë, babës, se merë kërkosh, s'ti bën për mërë me zërë së ishti june. Mentalitet i njerëzve. Hajda në këta, me tutje, këtë pejgamberit një të njëra. Po mirë, krejt kjo, kimse, në një botë pa zhvilluar, shumë të prapambetur. E sa pra, po njëjtë. Shka të budista në Tajland, në një pjesë të madhe të Kinës, dhe shumë shteteve rreth asaj tjerë. Shka të qërë? Qindra miliona budista, ka i binë Budës, pe kanë marruar bost, lapidar, bost, pej hari, pej metali, pej dronit, ka i përullin njerëzit e në shtrojë. O, Zotje! Pra Allahu, po i thëtë se njerëzit të cilët e lusin dikan që nuk i përgjigjet, ata jo që janë të humbur, po së gjenë njerëz ma të humbur se sa ata. Wa hum an du'aihim ghafilun. Madje këta zota që po i lutni ju, këta si po morën vesh që po i lutni ju këta. Janë gafil, janë pa kujdesshëm sepse s'po ndëgjojnë, sepse s'po shohin, sepse s'po mrishtin gjunati këta. Ti ka i sa dush para tina.
Të mytë të kajtë aty, të gjupar atina, të thirë korban aty, të i bobe pash madhin tane, e më shërën grune, djallin e kuta dion, ose më heq ma grune qafë, ose më ka humër kryt, ose heq ma burën, ose qka dush dhe të ti? Nuk, kjo e gafil. Gafilon, gafil i bje, i pak kujdet shumë. Pra i fole se fole, gura, druhe, i vdeko në këtë. Qysh më të përgjigjë, qysh më ndëgju?